gjykatës janë tani më në një fazë të avancuar dhe madje një pjesë e tyre janë gati për të marrë lejen e zhvillimit edhe për të filluar nga puna. Fal këtij procesi do të kemi më në fund pas vitesh një stadium të ri të përmasave europiane, një tjetër vepër arkitektonike të denjë për historinë e re që po shkruajmë së bashku me këtë skuadër të jashtëzakonshme arkitektësh, bibliotekën e re kombëtare, një mjedis i shumë nevojshëm prej vitesh dhe njëkohësisht një tjetër vepër e spikatur në historinë jo thjesht të vendit tonë, por në historinë e arkitekturës bashkëkohore, do të kemi po ashtu një kompleks të ri zyrash për administratën, për një numër të konsiderueshëm institucionesh, do të kemi pallatin e ri të sportit, një vepër mbreslënse që në projekt mori mbështetjen konsensuale të juristë ndërkombëtare dhe një sër veprash tjera me interes të madh publik. Sot, me këtë projekt, ne i hapim rrugë dy drejtimeve të reja për të ardhmen, duke krijuar kushte tërësisht të reja për fëmijët që janë në duart e solidaritetit të shoqërisë, jetimët, dhe njëkohësisht edhe për korpusin e ri të inspektoriatëve. Dhe me këtë rast dua të falenderoj këtu kryeinspektorin që për 10 vite rresht drejtoi një institucion që lindi vërtet nga hiçi dhe u krijua nga e para dhe që sot është gati të bëjë një hop tjetër. Thënë të gjitha këto, dua t'i përgëzoj edhe të gjitha studiot lokale që janë këtu të pranishme si partner të studiove ndërkombëtare, sepse në ndërkohë që zhvillohen projekte, në ndërkohë që lidhen marrëveshje të reja, dhe në ndërkohë që Shqipëria është bërë një pikë referimi në botën e arkitekturës bashkëkohore si një vend ku ka një përqendrim të madh arkitektësh ndërkombëtar me shumë zë, Shqipëria është njëkohësisht edhe një universitet i hapur që i jep mundësi të gjithë arkitektëve të rinj shqiptar, që jep mundësi studiove të reja në Shqipëri, që përmes bashkëpunimit të drejt për drejt me këta mjeshtra dhe me këto studio të mëdha me plot eksperiencë, të marrin dije dhe